kuptoni edhe këtë fjalë të dhënë. Dhe në ato 4 ditë, forcat ajrore ruse janë përqendruar në objektiva civile, logjistike, duke vrarë 10 qytetarë që ndodheshin në një stacion autobusi, të tjerë brenda një autobusi, brenda trenve, duke goditur ndërtesa pallate. Kështu që përballë gjithë kësaj, këtu është krijuar një ide më e fortë e koezionit dhe qëndrimit dhe shpresës, por e solidaritetit midis njerëzve, të cilët janë të determinuar të rezistojnë paçka se kushtet janë vërtet të vështira. Italia dhe Franca mendojnë se duhet të kenë edhe ata një të dërguar që të bisedojë me Moskën. Mund të sjellë ndonjë rezultat? Ajo për të cilën duhet të përqendrohen në fakt është që të ndihmojnë në mënyrë ushtarake Ukrainën dhe të mbyllin rubinetin ekonomik kundrejt Moskës, dhe kjo është e vetmja gjë që mund të ndihmonte dhe do të mund të përqendroheshin të kryenin, mos të ngatronin diplomacinë me bindjen e Ukrainës për të për të lëshuar diçka në këto negociata. Të gjitha nga vende si Italia dhe Franca, të cilat duhet të jenë shumë strikte ndaj rregullave të drejtësisë bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe duhet të mbivendosen pra këto parime, pra duhet të ndërpresin në mënyrë të menjëhershme fluksin ekonomik drejt Moskës dhe të suportojnë ushtarakisht sa më shumë Ukrainën, mbrojtjen ukrainase, dhe kemi parë se çfarë ka prodhuar e ashtu quajtur diplomaci, e kemi parë së shumti tashmë, e kemi jetuar, sidomos ne në këto zona, këtu nuk ka asnjë shpresë nga ajo pikpamje, pra pikpamja diplomatike perceptohet si një kohë e humbur, ndërkohë që Ukrainës i duhen municione mbrojtëse dhe duhet që perëndimi të rreshtis së financuari luftën ruse. Edhe një pyetje të fundit, të paktën nga ajo çfarë shohim mbrapa jush duket si një qytet fantazëm, por a ka njerëz që jetojnë aty? Nëse po, si është një ditë nga jeta atyre njerëzve? Në Chernihiv, në këtë pikë në të cilën u ndodhem, përditshmëria është mbizotëron me zhurmën e gjeneratorëve, sepse këto blackout, ikja e energjisë zgjat për më shumë se 20 orëve, për të pasur disa dritare të vogla me energji dhe dritë, që zgjasin, flasin për 1 orë ose gjysmëore, 30 minuta, në të cilat shpesh shumë fitojnë për të vjuar përditshmërinë e tyre, për të vendosur një lavatriçe, por kjo energji nuk zgjat shumë, karikojnë telefona, pra kush ka mundësi për të pasur një gjenerator gjatë ditës, arrin të ketë pak energji, ka madje ata që e kanë instaluar në përdritare. Ky qytet është sulmuar në mënyrë të rëndë nga rusët, vazhdon të jetë ashtu si dhe qytetet e tjera të Ukrainës. Ka qytete edhe më të sulmuara se kjo, ato pranë frontit, mbi të gjitha në frontin lindor, këtu ne ndodhemi në kufi me Bielorusinë dhe vazhdojnë të vinë sulme nga dronë edhe nga ky drejtim. Dhe problemi më i madh është edhe për faktin e komunikimit, se për shembull ne sot tani në këtë moment arrim të komunikojmë sepse un kam instaluar një sistem satelitor komunikimi me të cilin në këtë dritare të shkurtër arrit të lidhem me botën, por kur ka këto sulme ajrore
Kur vendoset alarmi i sulmit ajror, shkëputet në të gjitha lidhjet mobile për të telefonave për të hequr mundësinë e dronëve rusë që të lidhen me rrjetet. Tani është vendosur një partnership me Starlink, sepse shumë nga këta dronë rusë, që në fund në thelb janë dronë kinez, sepse përjardhja e pjesëve më të madhe të tyre është nga Kina, përdornin lidhje Starlink për të fluturuar dhe kështu ne kemi regjistruar pajisjen tonë, siç është përcaktuar nga Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës dhe në këtë moment në listën white list, pra në listën e bardhë, listën që mund të marrin ende komunikim edhe gjatë këtyre alertave ajrore, por të tjerët janë të mbyllur sepse ka një rrezik që këto sisteme të përdoren nga rusët për të vijuar sulmet e tyre ndaj popullatës civile dhe infrastruktura energjetike të këtij vendi. Pra situata është e komplikuar gjatë mungesës së energjisë, kur nuk ka energji, mungon edhe mundësia e lidhjes fikse. Pra ajo mobile e telefonit është e mbi ngarkuar dhe shkon në tilt dhe sidomos kur ka këto lajmërime për sulme ajrore. Plus dhe i ftohti e bën akoma më të komplikuar se kaq. Gjyshi, faleminderit shumë që ishe sot me ne, që sot edhe këtë realitet të dhimbshëm nga atje, punë të mbarë dhe kujdes vetë. Grazie ancora, grazie ancora. A presto.